Policia e Shkodrës ka zbardhur vrasjen me lëndë eksplozive ku humbi jetën 67 vjeçari Hysni Ymeri. Ngjarja ndodhi rreth orës 10:10 minuta të 29 dhjetorit në lagjen Manush Alimani, në hyrjen e pallatit ku banonte 67 vjeçari. Për këtë atentat, uniformët blu kanë arrestuar 4 persona si autor të dyshuar. Në pranga janë vënë Gerti Bushati, Ergys Ibrahimi, Edison Hasaj dhe Gjergji Zefi. Sipas policisë, këta persona kundrejt pagesës, në bashkëpunim me njëri tjetrin, duke përdorur lëndë eksplozive e dyshuar me telekomandim në distancë, kanë shpërthyer panelin elektrik të pallatit ku banonte 67 vjeçari. Gjatë kontrolleve të ushtruara nga policia janë gjetur dhe sekuestruar 28 celular, një automjet Mercedes-Benz, rrobat e veshura nga autori i dyshuar që ka vendosur lëndën eksplozive, municion luftarak, një sasi monetare në lek dhe euro, një sasi lënde narkotike, një sasi lënde kokain, 3 pajisje gjurmuese GPS, 2 kamera sigurie dhe një laptop. Policia vion punën për zbulimin e personave të tjerë të implikuar në këtë ngjarje. Pista kryesore në të cilën po heton grupi hetimor është gjakmarrja, pasi 20 vite më parë vëllai i viktimës ka kryer një vrasje në Shkodër.